Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Active by Flex, podcastin më të ri i cili synon të sjellë informacion të detajuar dhe të dobishëm mbi mirëqenien, shëndetin dhe performancën fizike, gjithmonë të bazuar në studimet më të fundit shkencore. Unë jam Rutizma, ajo që një pjesë e madhe për ju di është që kam një eksperiencë mediatike për vitesh tashmë në televizion dhe në radio, ku dhe besojmë keni parë, por që ajo që një pjesë e madhe për ju nuk di është që prej vitesh tashmë kam nisur rrugtimin tim drejt mirëqenies dhe drejt mekanizmave të cilat e përmirësojnë atë. Sigurisht ka qenë një dëshirë e madhe imja dhe një ëndër në fakt që të realizoj një podcast që këtë eksperiencë personale ta ndaja me ju, por nuk do të mjaftonte vetëm eksperienca e një njeriu që sado ka mësuar plot, sigurisht ngelet një amator në këtë fushë, por do duhej një trinom. Pra, përfshirja ime, përfshirja e një personi i cili është një figurë mjekësore prej dekadash tashmë dhe i cili në fakt është specifikisht një pneumolog, por që nuk ka rreshtur kurrë së kërkuari që ta trajtojë shëndetin në një këndvështrim më holistik ose shqip më të përgjithshëm, me një dëshirë të vazhdueshme për të mësuar dhe për të përditësuar mbi të rejat shkencore. Ai diferencohet nga shumica e mjekëve që unë personalisht njoh, për faktin se ndryshe nga thënia që qarkullon edhe në folklorin ton, mjeku është ai që thotë bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Ai është njëri që thotë bëj si them unë dhe bëj si bëj unë, në fakt, sepse është një shembull shumë i mirë i përkushtimit ndaj stërvitjes dhe i mekanizmave të ndryshëm se si të përmirësohet mirëqenia. Është një nder dhe privilegj për mua në fakt që ndaj këtë tavolinë me të dhe uroj që po aq sa ju edhe unë të mësoj më tej drejt mekanizmave të ndryshëm që mund të na çojnë drejt një jete më të mirë. Nuk po zgjat e Altin Habazaj, kënaqësi e madhe që jemi bashkë. Kënaqësi dhe për mua. Përshëndetje të dashur miq, ashtu sikurse e parashtroi dhe Rudi, po nisim një seri podcastesh dedikuar mirëqenies dhe jetëgjatësisë. Mund të vazhdojmë më tej me temat përkatëse. Sigurisht, në fakt unë përmenda një trinom që do të thotë që janë 3 aktor, pra jam unë, është Altini dhe është edhe një aktor tjetër i cili në fakt nuk do ta përmend si një person, do ta përmend si një brand, është brandi Flex i cili prej vitesh tashmë ofron mekanizma dhe mundësi për gjithë ata që duan që të përmirësojnë jetën e tyre dhe i ofron këto gjëra ndërmjet një palestre premium, të cilën besoj se keni dëgjuar, një pjesë e mirë për jush, që quhet Palestra Flex, e cila ndodhet në Tiranë, komunë të Parisit Kika 2, për gjithë ju që doni ta vizitoni e gjeni dhe në rrjetet sociale dhe sigurisht për gjithë ata që duan të ushqehen duke ruajtur, po them, ekuilibra të makro-mikronutrientëve, duke gjetur dieta të cilat janë të shëndetshme dhe efektive për të ndërtuar një trup të shëndetshëm. Sigurisht e ofron ndërmjet food and catering, pra ndërmjet ushqyerjes dhe nutricionit, po me të njëjtin brand, pra me Flex. Sigurisht ai është një koncept i një biznesi i cili nisi nga pasioni i atyre që e kanë ndërtuar këtë brand. Është një biznes familjar, sigurisht se një pjesë e mirë e bizneseve në Shqipëri që nisin nga një familje, por nisi nga një familje dhe ka filluar të ndërtojë një familje për shkak se komuniteti i cili ndodhet brenda saj tashmë është një komunitet i cili mendon gati një lloj për sa i përket mirëqenies së trupit dhe tashmë janë bërë gjithë një familje. Këtë vizionin e të ndarit pasionin e tyre, Disi dhe Ina, tek qindra ose mijëra persona të cilët janë klient dhe miq të tyre, kërkojnë që ta ndajnë sikurse edhe ne me mijëra në mos qindra mijëra persona, pse jo, të cilët do të përfitojnë nga ky podcast që besoj do të jetë një leksion i cili vjen falas. Duhet thënë. Por Altin është shumë komplekse dhe është shumë e vështirë që ta nisim në këtë podcast parë, mund të mërzisin pak disa njerëz të cilët janë më të avancuar te konceptet dhe kërkojnë që të marrin informacion më të detajuar sa i dinë. Patjetër. Atëherë si podcasti i parë mendoj që të fillojmë me një strukturë të përgjithshme se çfarë do trajtojmë podcastet e tjerë. Të japim informacion pak të përgjithshëm dhe më pas do detajohemi, do jemi më specifik në lidhje me temat përkatëse që do shtjellojmë, por fillimisht unë mendoj që të fillojmë me tema pak të përgjithshme për të krijuar edhe një farë ideje se çfarë do themi dhe çfarë do marrim dhe përsipër të bëjmë tek e fundit. Absolutisht, prandaj marr parasysh dhe faktin që shumë njerëz nuk janë fort të informuar për sa i përket shumë elementeve të çfarë konsiderohet mirëqenia. Unë do ta nisja direkt me pyetjen më bazike, më etimologjike të gjës. Çfarë do të thotë mirëqenia? Çfarë është mirëqenia? Sigurisht. Mirëqenia është një koncept pak integrale që përfshin shumë komponent në brendësi të tij.
Pra mirëqenia nuk është vetëm mungesa e sëmundjeve kronike, siç jemi mësuar dhe sikurse dhe i dima, obeziteti, sëmundjet metabolike, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet neurodegenerative, tumoret e tjerë, por është një koncept i integruar i cili përfshin disa komponent, siç është mirëqenia e cila mund ta shikojmë në aspektin fizik, në aspektin psikosocial, në aspektin psiko-emocional, në aspektin social, dhe pse jo dhe në aspektin financiar monetar, të cilat janë të gjitha këto koncepte të integruara dhe që përbëjnë atë majën e gjës, themi. Pra le të themi mirëqenie fizike, sociale, sociale, psikologjike ose psikomendore, mjedisore dhe ekonomike, këto janë 5 element, po themi. Por në një kam përshtypjen që një pjesë e madhe për atyre që mund ta ndjekin mund thonë që shikoj, jetojmë në një realitet i cili ka vështirësitë e veta. Pra njerëzit jetojnë në vështirësi ekonomike, nuk kanë mundësi që të ndjekin mekanizmat e duhur, pra s'kam kohë thot për palestër, s'kam mundësi ekonomike për të ngrënë mirë, ku ta heq unë stresin tim, si ta ndryshoj unë vendin ku jetoj, i cili është i ndodhur. Nëse një njeriu i cili do të shprehë në këtë formë, ose më saktë, çfarë do t'i thojë një njeriu i cili të shprehet në këtë formë? Dy janë nocionet që prekin këtë lloj kategorie. E para njëherë lëvizshmëria. Njeriu është një qenie e cila është e bërë për të lëvizur, nuk është një qenie e projektuar për të ndonjë atë zonë e komfortit. Shtimi i lëvizjes. Në radhë parë, punë të ndryshme të cilat mund të realizosh fare mirë duke ecur. Ecja është një aktivitet jashtëzakonisht beneficiar. Mund të përdorësh biçiklet, domethënë shtimi i lëvizjes. Ai 10.000 hapshi i konsideruar deri sot që është te i kaluar, thuhet madje 15.000 hapa në ditë për të qenë metabolikisht aktiv. Në ana tjetër dhe zgjedhjet ushqimore të duhura. Pra me sa një fizike Altin, do të ti thua që të përmirësojmë elementet e tjerë, të përmirësojmë elementin fizik, të tjera të çfarë konsiderojmë mirëqenie, pikërisht i cili do na sjellë më pas në përmirësimin psikofizik dhe pse jo dhe monetar. Duke qenë njëri më aktiv, më i socializuar dhe më i kënaqur me veten tënde, mund të krijosh predispozita për të patur dhe një sukses ekonomik, do themi, pse jo. Absolutisht. Pra, ti thua që ndërhyrja e parë që mund të bëj dikush për të përmirësuar mirëqenien është tek uni, sigurisht. Dhe është fizike, po themi fillimisht. Për shembull, ke një zgjedhje përballë një zgjedhje ushqimore. Të dyja alternativat që ke kushtojnë një lloj. Ku do zgjedhësh? Atë që është e shëndetshme apo atë që nuk është e shëndetshme? Bëhet fjalë për një zgjedhje brenda të njëjtit buxhet. Okej, dhe kjo besoj se vjen si pasojë shpesh e mungesës dhe të informacionit të njerëzve për sa i përket makronutrientëve dhe mikronutrientëve, pra njerëzit janë shpesh të pa informuar, aq më tepër në një realitet sot që kushdo mund dali i veshur bukur me muzikë, me violinë në sfond për shembull dhe të japi deklarata bombastike të çfarë duhet dhe s'duhet të hapë. Dhe shpesh janë këta që mund të gabojnë në lidhje me zgjedhjet e duhura që duhen bërë në këtë aspekt. Nëse flasim për nutricionin, për ushqimin si të qëndrojmë pak tek nutricioni. Si do ta ndajes? Ushqimi është i përbërë prej makronutrientëve e mikronutrientëve, të cilët janë të ndarë në mënyrë të tillë. Makronutrientët janë proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet. Janë ato që japin kalorazhin, ndërtojnë kalorazhin dhe janë shumë të rëndësishëm për ruajtjen e strukturës dhe funksionit të trupit. 1 gram protein dhe 1 gram karbohidrat kanë 4 kilokalori, ndërsa 1 gram yndyr ka 9 kilokalori dhe 1 gram alkool ka 8 kilokalori, për alkoolin s'po e marrim konsiderat se nuk bën pjesë në ekuacionin ton. Gjithsesi, duke patur parasysh këto vlera, ndërtohet një kalorazh i caktuar, dhe makronutrientët janë pikërisht ato që e vlerësojnë kalorazhin, që ndërtojnë kalorazhin, kurse mikronutrientët nuk ndërtojnë kalorazh, por janë shumë të rëndësishëm në zhvillimin e proceseve të ndryshme biokimike, fiziologjike në organizëm, dhe këtu bëjnë pjesë vitaminat, që janë vitaminat e tretshme në ujë, dhe vitaminat e tretshme në yndyrna, siç është vitamina A, D e K, dhe gjithë pjesa tjetër vitaminave janë tretshme në ujë. Tek mikroelementët futen njëkohësisht edhe mineralet, hekuri, magnezi, zinku, manganezi, kalciumi e të tjerë, të gjithë
të cilët bashkë me vitaminat kryejnë ato role që përmendëm më sipër. Janë dhe fitonutrientët, që janë elementë veçantë, antioksidantë, siç janë resveratroli, polifenolet, flavonoidet, fitoestrogenet e tjerë. Për të gjitha këto do flasim në mënyrë më detajuar, por kjo është një tablo fillestare për të parë se si është ndërtuar struktura ushqimore, struktura ushqimeve të cilat ne përdorim. Dhe për të parë nëse a janë një lloj proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet brenda të njëjtit kalorazh, bie fjala 2000 kalori. A janë të ndërtuara një lloj apo jo? Prit vetëm një sekondë, dua të pyes vetëm këtë. Që të shpjegojmë pak sa këtë konceptin e kalorive. Kërkoj ndjes për të gjithë ata që janë shumë të informuar dhe e di që mund të jetë e bezdishme si bisedë, por për të gjithë ata që s'janë duhet ta sqarojmë. Kaloria, si mate, domethënë si e llogarisim këtë kalorin? Domethënë si funksionon procesi i kalorazhit, i konvertimit, është energji në ushqim? Po sigurisht të gjithë këto elementë makronutrient të cilët ne përmendëm më sipër janë burimi i energjisë për organizmin, por duhet patur parasysh që energjia e ardhur nga karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat nuk është një lloj, dhe ngarkesa që këto japin organizëm nuk është një lloj. Pra kalorit nuk janë të njëjta, kalorazhi nuk është i njëjtë. Nëse flasim për një kalorazh të saktuar, të ndërtuar me karbohidrate dhe një kalorazh të ndërtuar me karbohidrate, proteina them, por që t'i jepet rëndësia kryesore karbohidrateve. Dhe një kalorazh ndërtuar në mënyrë të tillë që i jepet rëndësia yndyrnave dhe proteinave ka diferenca të mëdha në mënyrën se si ato ndikojnë në organizëm. Pavarësisht se sigurojnë të njëjtën shifër kalorazhi, mënyra se si ato veprojnë në organizëm është e ndryshme. Dhe respektivisht dhe impakti që ato kanë. Pra kaloria është energjia që marrim nga ushqimi. Sigurisht. E cila energji thua ndryshon sepse njëra paketë vjen me vlera të tjera, kurse njëra paketë vjen me vlera të tjera. Edhe një ndarje të vogël mbase për dikë që nuk di ta ndaj mirë. Nëse do klasifikoje disa shembuj tipik ushqimesh tek proteina, karbohidratet, mund na jepni disa shembuj për shembull kush janë ushqimet proteinike, kush janë ushqimet me karbohidrate të larta? Po, sigurisht. Atëherë ushqimet proteinike janë primarisht ushqime shtazore, mishi i kuq, pula, peshku, veza, nën-produktet e qumshit, të cilët janë dhe disa produkte bimore, siç është soja, e cila ka nivel të lartë proteinik, dhe disa tjera, por përgjithsisht proteinat shtazore, legumet, respektivisht, por legumet dhe disa fara, farat t'i referohemi farave dhe nacave, këtyre arorëve, më thënë ka të tillë që kanë vlerë të lartë proteinike. Unë vlerë të lartë quaj diku tek 20 gram për 100 gram produkt, 20 gram proteina, tregojnë që ka një sasi të madhe proteinash. Por është një koncepti i vlerës biologjike të proteinës. Domethënë kush janë ato produkte që kanë vlerë biologjike më të lartë, dhe vlera biologjike duket tek aminoacidet që ato përmbajnë. A i përmbajnë aminoacidet, 9 aminoacidet esenciale apo jo? Produktet shtazore i përmbajnë të 9 aminoacidet esenciale. Prandaj konsiderohen si proteina me vlerë biologjike të lartë. Kurse produktet bimore me përjashtime të ralla kanë mungesa në këto aminoacidet esenciale. Aminoacidet esenciale që të kuptohet janë ato të cilat merren nga jashtë, nuk mundet i sintetizojë trupi njeriut. Çfarë roli kanë aminoacidet? Ndërtojnë proteinat, proteinat janë ndërtuar nga aminoacidet të rreshtuara në varg. Pra është bloku që ndërton. Kështu që duke qenë se proteinat ndërtojnë qelizat, është elementi kryesor i ndërtimit qelizor, qelizat duhet dim që ndërtohen nga proteinat dhe yndyrnat, kurse karbohidratet shërbejnë si energji për të suportuar proceset e ndryshme të ndërtimit. Një proteinë cilësore do ndërtojë një qelizë cilësore, ashtu sikurse një yndyrë cilësore do ndërtojë një qelizë cilësore. Për këtë arsye, proteinat bimore, do flasim edhe më vonë në lidhje me këndvështrimet e ndryshme që ne kemi në raport me ushqimet e ndryshme, por proteinat bimore në përgjithësi janë inkomplete dhe duhet të kombinosh disa burime për të realizuar një proteinë komplete sikurse kanë proteinat shtazore. Në këtë moment veganët besojnë se janë kënaqur, por gjithsesi do kemi mundësi që të diskutojmë për tipologji të ndryshme dietash që nga paleo, keto, vegane, vegetariane, mesdhetare e të tjera më radh do thellohemi vërtet shumë në shumë koncepte që në fund ditës besoj se do i paraqisim ashtu siç janë dhe pastaj do japim edhe këndvështrimin ton lidhje me
çfarë qëndron dhe çfarë jo. Absolutisht. Ndërkohë prekëm pak ushqimin, nutricionin, pra kalorazhi dhe makronutrientët, po raporti dhe ekuilibri midis tyre Altin. Kush e përcakton? Ne kemi parë në historinë e njerëzimit që janë vendosur edhe piramida ushqimore ose diagrama ushqimore, çdo shtet, po së shumti Shtetet Bashkuara të Amerikës sikur i kanalizojnë këto politikat e se si duhet ham. A bie dakord atë të zhdukur e ekuilibruar piramida ushqimore, e cila në fakt duhet thënë që ende dhe sot mbi të ndërtohen politika shtetesh, politika të mjekëve dhe praktikisht jemi të influencuar tërësisht nga kjo piramidë. Shiko, duhet pasur parasysh diçka, që piramida ushqimore është vendosur kryesisht mbi bazën e vendimeve politike, dhe kjo, nëse thua një gjë të tillë, ke nënkuptuar që argumentat shkencore nuk janë marrë dhe aq për bazë, veçanërisht në përcaktimin e bazës së piramidës ushqimore, ku qëndron baza e piramidës ushqimore. Dhe aq e vërtetë është kjo sa në distancën e viteve ne mund të gjykojmë për atë nëse është e drejtë një mënyrë e tillë organizimi i strukturës ushqimore apo jo. Shpërthimi sëmundjeve, epidemisë së obezitetit, epidemisë së obezitetit, po ta marrësh në Amerikë konsiderohet 2 në 3 veta konsiderohet obez. Shpërthimi i epidemisë së obezitetit me pasojat e veta, me sindromin metabolik, shfaqjen e diabetit tip 2, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve neurodegenerative, tumoreve, që shumica e këtyre patologjive kronike dhe të themi moderne, të jetës moderne rrjedhin prej rezistencës ndaj insulinës, që është, si thua, baza e të gjithë këtij morbiditeti, kësaj tipologjie sëmundjesh, ka ardhur si rezultati ndërtimit të gabuar të raportit midis makronutrientëve. Sot ka gjithmonë më tepër zëra shkencor, zëra personash me një influencë të madhe, të cilët pranojnë që piramida ushqimore është e gabuar. Është e gabuar sepse ka më shumë karbohidrate se ç'duhet. Pikërisht, është ndërtuar me një bazë karbohidrate. Kjo ndoshta edhe për arsye sepse në ato vite ka patur krizë ushqimore, nuk mundet që njerëzit konsumonin ato lloj ushqimesh për cilat ne do flasim më vonë, dhe dyroi që i detyroi politikën që të gjente një farë zgjidhje, një farë kompromisi, por dhe për ta adresuar përdorimin e drithrave, të cilat në një moment saktuar u mbollën me shumicë dhe që duhet të konsumoheshin. Pra këtu kemi të bëjmë me një ndërhyrje e industrisë ushqimore në këtë aspekt. Pra është ky koncepti big food, big pharma, që pikërisht. Ka kontrolluar politika të tëra se si duhet të trajtojmë sëmundjet, të cilat i krijojnë vetë ata. Bazat e ekonomisë sot është industria ushqimore, industria ushqimore farmaceutike, dhe mund të fusim pastaj dhe industrinë e fitnessit, wellness, mirëqenia e cila ka ndjekur këtë trendin e këtyre, duke krijuar njerëz obez, dhe të smur, atëherë lind nevoja dhe për të rregulluar ata. Për të rregulluar ata, qoftë nëpërmjet medikamenteve, qoftë nëpërmjet premtimeve të industrisë së fitnessit për krijimin e trupave ideale të tjerë, duke përdorur suplemente gjithashtu. Sigurisht, është një industri që vlen sot që flasim diku te 8.2 trilion dollar, parashikohet 2050 të vlej diçka tek 12 trilion dollar, për të gjithë ju që se dini mbase trilioni është 1 miliard dollar, 1 trilion. Që llogariteni vetë, dhe një pjesë e madhe suplementimeve që qarkullojnë në industrinë e fitnessit sigurisht janë të pakontrolluara, janë sigurisht nuk kontrollohen nga FDA dhe EMA. FDA dhe EMA nuk me ligj, është ligj, ekziston një ligj për këtë punë që nuk kontrollohen suplementet, që të dish me saksi nëse ato gramatura që ata kanë përcaktuar janë ato që janë, por edhe prejardhja e tyre, origjina e suplementeve, si janë të ndërtuar. Deri në një farë mase është një gjë me vlerë. Pastaj kur suplementimi, por kur te kalohet dhe kur përdoren ato të gabuarat, atëherë u mbet vlerën qoftë në aspektin e shpenzimit monetar, qoftë në aspektin e përfitimeve në organizmin që ke prej tyre. Sigurisht ne do të kemi një temë e cila do të flasë pikërisht për suplementimin, që do të jetë e thelluar, cilat janë suplementet cilat bëjnë mirë në organizmin e njerëzit, cilat janë suplementet cilat rezultojnë paktën sipas studimeve të ndryshme që mbase mund të premtojnë gjëra që realisht nuk e kanë atë efekt,
Por nuk do të zgjatemi më tek ushqimi, do të kalojmë tek një element tjetër, mendoj që do kemi shumë tema, në lidhje me këto do kemi shumë tema më të detajuara ku do flasim më në hollësi, por kjo është thjesht një parantezë. Jam i sigurt, unë sa herë takoj me Altinin, rezulton që të ulemi për një kafe të shpejtë për të diskutuar pak mbi puntatën e radhës, skaletën, dhe rezulton që të rrim 3 orë duke folur për tema që i përkasin nutricionit ose fitnessin në tërësi. Megjithatë, prekëm një shtyll të çfarë konsiderohet mirëqenie fizike, që është nutricioni. Besoj se një përmbledhje do të ishte që me sa po kuptoj, ti je më pro marrjes së kalorive nga ushqimet të cilat kanë sasi të lartë proteinike dhe sasi të lartë yndyrash të mira. A është e keqe yndyra, Altin? Jo, nuk duhet kemi frikë nga yndyra. Po pse kanë bërë demon? Telkos me yndyr të ulët, kjo pa yndyr, ajo tjetra pa yndyr. Bie fjala tek njerëzit obez, është një shprehje që thot eat fat to lose fat. Më duket paradoksale që nëpërmjet konsumit të yndyrës ti të humbasësh masë djamore. Ha yndyrë që të humbasësh yndyrë, pra, që të humbasësh djam. Atëherë nëse zbërthen këtë shprehje, arrim në atë konkluzion që përqindja e kalorazhit duhet jetë e shiftuar në drejtim të yndyrnave pozitive, gjithmonë, sepse do flasim për yndyra nuk janë të gjitha një lloj, ka yndyra të cilat kanë efekt dhe impakt pozitiv, dhe ka yndyra të cilat kanë impakt shumë negativ dhe që nuk duhen përdorur në mënyrë absolute. Po këtu flasim për atë, dhe gjithë dinë që yndyrat e monosaturuara dhe poliansaturuara janë programuar shumë yndyrat bimore, që janë gjithmonë yndyrat bimore, dhe yndyrat shtazore janë demonizuar. Dhe këtu pikërisht për këtë e kam fjalën që yndyrat e saturuara nuk duhen demonizuar. Nuk janë përgjegjës për asnjë gjë. Yndyrat e saturuara, domethënë shkenca gjithmonë më tepër sot po flet për këtë fakt. Yndyrat e saturuara nuk janë faktor risku për asgjë, përkundrazi mundet të shtojnë morbiditetin dhe vdekshmërinë. Dhe problem është shoqërizimi i yndyrave saturuara me karbohidrate, veçanërisht karbohidratet e përpunuara, po dhe ato të papërpunuara në sasi të mëdha. Shoqërizimi këtyre dyave. Dhe interesante është që shumë studime që janë bërë duke patur parasysh shoqërizimin e yndyrave saturuara me karbohidratet. Dhe kanë arritur në konkluzione të gabuara në lidhje me rrezikshmërinë e yndyrave saturuara. Mërkullin, ne do zgjatemi në lidhje me këtë gjë, jam i sigurt dhe do ta diskutojmë edhe më gjatë, por dhe për këtë është një hipotezë e hershme, është hipoteza e lipideve, që ka përbërë një nga bazat e ndërtimit piramidës ushqimore. Domethënë frika nga yndyrnat ka bërë që yndyrnat e saturuara të zëvendësohen me yndyrna bimore, kanë varet bimor që janë tepër të rrezikshëm, përjashtuar vajin e ullirit, vajin e avokados, që tek e fundit janë vajra frutash dhe jo farash, mbase të kokonatit, të kokosit, ndërsa vajrat e farave janë shumë të dëmshëm. Të mendosh që fillimisht janë projektuar si karburant për helikopterët, dhe pastaj u pa që kishte një vlerë, domethënë kishte një vlerë më të madhe nëse ato përdoreshin në industrinë ushqimore, vlerë në aspektin financiar, monetar. U bë një zgjidhje e tillë. Por sot është vërtetuar në mënyrë pothuajse shteruse që bëjnë një çekuilibrim midis omega 3-shit, omega 6-s dhe omega 9-s. Duke qenë se janë vajra të cilat përmbajnë sasi të mëdha omega 6, atëherë risku i inflamacionit në organizëm është shumë i madh. Mirë, tani që e përmendet se tham nuk do të gjithë diçka tjetër që nëse raporti midis omega 3-shit dhe omega 6-s duhet jetë normalisht 1:2, 1:4, ky është i shiftuar në mënyrë katastrofike, 1:20, 1:40, në disa raste dhe shumë më tepër. Pra kjo është arsyeja sepse yndyrnat në tërësi janë konsideruar armiq, janë kategorizuar të gjitha, janë futur në të njëjtin thes, po themi. Po. Ndërkohë që yndyrnat shtazore, çfarë omega kanë? Omega 3? Shikoj, yndyrna shtazore varet se peshku për shembull salmoni etj. Po sigurisht e dim që kanë omega 3 etj, por në lidhje me kafshët, në lidhje me baktit,
varet shumë edhe nga mënyra se si ato janë ushqyer. Ushqyera me bar e rrit shumë përmbajtjen e omega-3-shit, ndërsa ushqyerja. Por tek një lloj i ushqimi nuk merren konsiderat omega-3-shi, bëhet fjalë për yndyrën e saturuar. Omega-3-shin e marrim konsiderat tek produktet e peshkut. Në këtë rast këto lloj baktish të rritura me misër, domethënë do kenë një nivel të lartë omega-6, nëse e marrim në këtë aspekt. Kurse unë e shoh në aspektin e yndyrave saturuara. Kolesteroli, yndyrave saturuara, dhe fakti nëse kolesteroli përbën rrezik apo jo. Do të thosha diçka në lidhje me këto strategjitë ushqimore, ajo që do shtjellojmë më pas do jenë pikërisht këto strategji që rregullojnë këtë balancën midis omega-3-shit dhe omega-6-s, që është shumë e rëndësishme për ndërtimin e membranës qelizore. Duhet ai raporti i duhur midis omega-3-shit, omega-6-s dhe omega-9-s, po omega-3-s dhe omega-6-s që janë yndyrna esenciale, pra yndyrna të cilat merren vetëm nga jashtë dhe nuk sintetizohen nga trupi i njeriu, kurse omega-9 sintetizohen nga trupi i njeriu. Pra ideja është që të ndërtohen qeliza sa më të shëndetshme dhe mos të ndërtohen qeliza deviante që të çojnë pastaj drejt sëmundjeve kronike, tumoreve të ndryshme të tjera. Kjo përbën një nga bazat e mirë funksionimit të organizmit. Meqense e prekëm pak, janë fajsuar vazhdimisht yndyrnat e larta si faktor i rritjes së kolesterolit, dhe kolesteroli është konsideruar gjithmonë shkaktar i sëmundjeve kardiovaskulare, po themi vetëm kardiovaskulare edhe pse fajsohet edhe për gjëra të tjera. Sa e fajson kolesterolin, sa indikator është për të padur kolesteroli si indikator unik, nëse merret i shkëputur dhe unik, nuk është shkaktar për asgjë. Kolesteroli i lartë në gjaka nuk është shkaktar për asgjë, është pikërisht oksidimi i kolesterolit. Oksidimi i kolesterolit dhe veçanërisht nga karbohidratet e larta dhe nga, sidomos nga karbohidratet e përpunuara, por edhe zakonet e tjera të këqija, të jetesës siç janë duhanpirja, përdorimi i alkoolit, ndikimi i faktorëve ambientale të tjerë që mund të japin në oksidimin e kolesterolit, lidhjen e kalciumit dhe formimin e pllakave aterosklerotike. Ndërsa po ta marrësh një aspekt tjetër, kolesteroli jo vetëm nuk është i dëmshëm, por organizmi përfiton prej tij, sepse është një element bazë në zhvillimin e shumë proceseve në organizëm, qoftë në atë që thamë në ndërtimin e murit qelizor, qoftë në faktin që shumë vitamina, siç thamë vitamina A, D e K, janë të varura nga yndyra për të metabolizuar, për të realizuar funksionet e tyre, qoftë edhe për faktin që truri në masën më të madhe është ndërtuar nga yndyra, por për sintezën e vitaminës D, sigurisht dhe për futjen e vitaminës D në kockat e të kalciumit, dhe për ruajtjen e integritetit kockor është shumë e rëndësishme. Por mbi të gjitha unë e shoh në aspektin e ndërtimit të qelizave të shëndetshme, rolin e kolesterolit. Këto janë tema që po them për disa të njerëz që do të thellojmë shumë se kaq. Do të thellojmë më tepër, do japim argumentat për kase, po kjo ishte si thua maja e icebergut. Maja e icebergut. Okej, nuk do të ngacmojmë shumë edhe pse do doja se besoj se duhet të ketë shumë kuriozitet the që është oksidimi i kolesterolit. Nga mund ta kuptojmë nga analiza e gjakut kur bëjmë, që t'ju shpjegojmë dhe njerëzve që të del kolesteroli i lartë, cili mund të jetë indikator që tregon që ky kolesterol i lartë ka predispozit ose potencial për të oksiduar. Kam dëgjuar shpesh që thonë është niveli i trigliceridëve tregues dhe raporti triglicerid kolesterol tregues që ka një rrezikshmëri. Trigliceridet nëse do i referohemi në mënyrën se si ato formohen, mekanizmave biokimik, trigliceridet janë rrjedhojë drejt për drejt e dietës lartë me karbohidrate. Trigliceridet janë rrjedhojë dietës lartë me karbohidrate dhe janë pikërisht ato të cilat paraqiten të rrezikshme dhe ato duhen mbajtur në ekuilibër. Dhe interesante është që dieta me yndyra të larta dhe proteina, ose më saktë yndyra të moderuar, proteina të moderuara të marrim, se kur thua të larta do thotë që yndyrat do përbëjnë atë, si thua, pjesën, po aq të rëndësishme edhe proteinat, krijojnë kushtet për të patur një nivel trigliceridesh normal. Mund duket absurde, por kështu funksionon. Dhe kjo mund të vërtetohet me matje laboratorike, nuk është e nevojshme që ta shpjegojmë në këtë aspekt. Edhe raporti triglicerid, kolesterol, sigurisht LDL, që është ka kolesterol të keq dhe të mirë?
Po është kolesteroli ndahet në 2 fraksione ose 3 më saktë, HDL, LDL dhe VLDL. HDL-ja është ai fraksioni i mirë i kolesterolit, ku particelat e kolesterolit janë të tilla që nuk arrin të formojnë ato pllakat, të depozitohen dhe formojnë ato pllakat për shkak të densitetit që ato kanë. Dhe duhet mbajtur për te një shifër të caktuar sipas ekzaminimeve, ndërkohë që LDL-ja duhet mbajtur në një shifër të caktuar. Por unë mendoj që LDL-ja pak më e lartë nuk paraqet kurfar rreziku, nëse janë shmangur të gjithë këto faktorët e tjerë, nëse je i përqendruar në një dietë shumë të ekuilibruar në ato aspekte që përmendëm, aktiviteti fizik dhe tjera. Përkundrazi, shërben për ato faktorë që përmendëm më sipër. Kemi parë shumë raste dhe kjo është e fundit që për sa i përket kolesterolit. Madje edhe në aspektin psikofizik, LDL-ja e ulët është shoqëruar me depresion, mund të flasim më pas dhe të argumentojmë një gjë të tillë, por po, kemi dhe shumë studime shkencore të cilat thonë që Alzheimer është i lidhur me LDL-n e ulët dhe LDL-ja e lartë, po themi, ose në total kolesteroli i lartë tregon një ulje të problemeve. Nuk përmendëm edhe diçka tjetër, që hormoni steroid, kolesteroli është prekursori i formimit të hormoneve steroid, testosteronit, progesteronit, kortizolit, estrogjenit, hormonët që i marrin fillesat e tyre nga kolesteroli. A është një fenomen mjaft interesant është që e kam prekur dhe personalisht është kur gratë arrin në menopauzë ka një çekulibrim të madh të nivelit kolesterolit të tyre, se ka një çekulibrim të madh hormonal. Ajo çfarë rezulton është shpesh që gratë cilat kanë pasur nivel më të lartë kolesterol. Kanë pasur po themi parametra normal sipas çfarë konsiderohet normal në laborator, kur vjen menopauza çekulibrohet. Pavarësisht se kanë të njëjtin ushqim, të njëjtin aktivitet fizik, janë në kushte të njëjta, si para. Dhe kur vjen menopauza, bëjnë analiza kolesteroli 350, thonë me vete çfarë më ka ndodhur. Shkojnë tek mjeku, tek kardiologu, dihet se çfarë jepet, statin, aspirin dhe vazhdo sepse ke risk të madh për probleme kardiake. Si e komenton këtë fenomen? E gjitha kjo mund të vijë si rezultat i ndryshimeve hormonale që kanë femrat në këtë periudhë, ndryshimet çrregullimet e estrogjenit dhe kolesteroli pikërisht duke qenë se është një prekursor i formimit të këtyre hormoneve, domethënë natyrisht mund të qëndrojë në nivel më të lartë për të rritur prodhimin e këtyre hormoneve dhe diskutimi është a duhet ta deprimojmë këtë nivel kolesteroli nëpërmjet statinave apo duhet ta lëmë në këtë nivel për të ruajtur ato funksionet e tij për të cilat ai qëndron i rritur në këto nivele. Interesante. Këtë mund ta diskutojmë, unë jam për jo, gjithsesi, megjithatë mundet. Okej, do të diskutojmë kur të jemi tek puntata që pikërisht do të fokusohet tek hormonet, tek kolesteroli e tjera më radh. Megjithatë, është një diskutim shumë interesant ky. Jam dakord. Megjithatë, prekëm mirëqenien fizike. Tham që mirëqenia fizike është nutricioni, deri tani kemi qendruar te nutricioni se është një temë që përfshin shumë tek fizike, aktiviteti fizik, tek fitnessi. Po, sigurisht. Si do t'i ndajë nëse do t'i ndajë në kategori të rëndësishme? Fitnessi është pjesa tjetër shumë e rëndësishme, Gjithsesi përmendëm nutricionin të parin edhe për faktin që 80% është pak abuzive të flasësh në kështu me shifra të themi, por një vlerësim aproksimativ është që ushqyerja, nutricioni luan 80% të rolit në, domethënë, të formatimit si individ, por edhe të proceseve ndryshme pozitive që zhvillohen në organizëm. Kjo nuk do të thotë që 20% që i takon aktivitetit fizik është më pak i rëndësishëm, madje mund të jetë edhe më i rëndësishëm në disa aspekte të tjera. Por që primarisht trajtuam nutricionin, tani po kalojmë te aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik i cili duhet parë në disa drejtime, domethënë individë të ndryshëm janë të fokusuar në drejtim të aktiviteteve ndryshme për të realizuar objektivat që ata kanë. Kemi aktivitetin me pesha për rritjen e masës muskulare, që konsiderohet si një aktivitet anaerobik, që shfrytëzon glukozën për energji. Fibrat muskulore shfrytëzojnë. Kemi aktivitetin anaerobik, që kanë një rritje të performancës aerobike, rritje të punës kardiovaskulare. Aerobiku. Stërvitje aerobike. Kemi pastaj elemente të tjerë të aktivitetit fizik që janë ushtrimet e ndryshme për fleksibilitetin, mobilitetin, për koordinimin. Këto kanë marrë një rëndësi të madhe, sidomos tek personat që avancojnë në moshë.
Ne shohim që patologjia më madhore tek individët e moshuar, e di kush është? E di, po s'po e them. Është trauma, e cila është si pasojë e një mobiliteti të reduktuar, trauma nga rrëzimi, trauma që mund të duket diçka e pasensueshme, por domethënë për shkak të sëmundjeve që ata kanë, mbi fjala një luhat e tensione ose një luhat e glicemie, ata realizojnë një rrëzim, janë situata që unë kam parë nga afër, prandaj mundet të them më tepër për në lidhje me një gjë të tillë dhe është invalidizuese për një person i cili nuk mund të futet dot në operacion. Për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese që ka, për shkak të asaj traume që ai ka bërë, domethënë i prishet cilësia e jetës në vazhdim, do ngelet i invalidizuar, i paralizuar e të tjerë. Një statistikë shumë e thon nga Peter Attia. Trauma është shumë e frikshme. Një statistikë e thon nga Peter Attia, i cili bën një përmbledhje statistikore të all cause mortality, pra vdekshmëria nga të gjitha arsyet. Një njeri thot, i cili është të 60-tat dhe thyen një gjymtyr, ka një all cause mortality, pra një vdekshmëri nga të gjitha arsyet, rreth 65% më të lartë se njëri që nuk ka thyer një gjymtyr në të 60-tat, dhe thot që mesatarja e jetës për një individ që thyen diçka është 10 vjet. Pra në momentin që ke kaluar 60 dhe thyen diçka, mesatarisht njerëzit jetojnë 10 vjet. Kaq është. Kjo është statistikë se çfarë një kufizim ekstrem, dhe bëhet fjalë për një person i cili është eminencë në llojin e vet. Po. Peter Attia është i jashtëzakonshëm. Megjithatë, pra do bënim 4 kategori kryesore, kardio, anaerobika që përfshin weightlifting, mund të përfshi HIIT training, high intensity, crossfit, gjithë konstelacionin e fleksibilitet, mobilitet dhe koordinim. Personalisht mendon se besoj dhe unë duhet jetë një kombinim i të gjithave, po jo? Sigurisht, patjetër një kombinim i të gjithave. Për shembull, koordinimi që mund të lidhet me lojrat e ndryshme, që është edhe aspekti social në mes, për shembull futbolli, basketbolli, volejbolli, janë sporte fantastik, që nëse e ke kohën e dur, por nëse ke edhe aftësinë për të zhvilluar një këto sporte, do ishte diçka e jashtëzakonshme. Ka sporte sa të duash, por këto për mendimin tim ngelen, këto klasikët ngelen për shkak të angazhimit në kolektiv thua dhe të përfshirjes psikologjike në të që është. Pikërisht është edhe kompeticioni që krijohet, nëse weightlifting është një sport individual të themi, ku ti je me veten tënde ose konkuron me veten tënde, këtu bëhet fjalë për një angazhim kolektiv. Dhe sistemi i garës si ti vendos është shumë i përshtatshëm. Altin, ti ke personalisht, me sa kam informacion, së shumti në dekada që stërvitesh, Altini është modest, vesh përgjithsisht gjërat të shumë veshje të gjera, po themin, edhe nuk i tregon muskulaturën e tij. Më shumë tregon informacionin se si të shkosh drejt asaj muskulature. Ti personalisht ke bërë shumë weightlifting për shumë vite. A mendon se është inversuar weightlifting në mentalitetin e njerëzve me idenë se ka një efekt vetëm estetik dhe nënvlerësohet efekti që ka në nivel mirëqenie, pra shtimi i masës muskulare? Sigurisht konsiderohet stërvitja me pesha, stërvitja me pesha konsiderohet thjesht si angazhim për të rritur masën muskulare, ndërkohë që nuk është e tillë. Nuk është vetëm e tillë, sepse nëpërmjet rritjes masës muskulare ti rrit një ind i cili është shumë metabolik në organizëm, dhe rregullon shumë procese, që të shërben jo vetëm për të tashmen, por edhe për të ardhmen, është si një element sigurie për të ardhmen, ndërtimi i masës muskulare, që është indi më metabolik në organizëm. Nga ana tjetër ekziston edhe kjo frika që po të merrem me pesha do të disproporcionoj truvin, do zhvilloj një masë muskulare disproporcionale, e cila është krejtësisht e pamundur, sepse njeriu ka kapacitete të cilat nuk i kalon dot, edhe njeriu me gjenetikën më të mirë të mundshme, nuk mund të rrisi më tepër se 5-6 kg në kulmin e tij masë muskulare. Që mund duket pak paradoksal, flasim gjithmonë për individ të cilët stërviten në mënyrë natyrale.
jo ata të cilët marrin substanca të ndryshme, të cilat edhe këto do i diskutojmë më vonë, por flasim në këtë. Jo, nuk dua të fryhem, e dëgjoj shpesh këtë, nuk dua të fryhem. Për shembull, mund t'jap një shembull, një shembull i cili merret si etalon kur bëhen studime të tilla, është Frank Zane. Frank Zane ka qenë 3 herë Mr. Olympia, një person me një gjenetikë të padiskutueshme. Ka qenë dhe intelektual në koncept, matematikë kimie. Intelektual në koncept, i cili po t'jap disa parametra të tij. Një është 75 i gjatë, 81 kg në gara me 7% body fat. Bë llogaritë dhe do ta kuptosh se sa masë muskulare ka ndërtuar ai, që kuptohet jo në mënyrë natyrale, pse bodybuilderët në nivel profesional nuk janë stërvitur asnjëherë as në kaluarën as tani në mënyrë natyrale. Do të thonë pavarësisht përdorimit të steroidëve etj. Që janë përdorur atë kohë, ai ka arritur këtë maksimum, në gjenetikën, maksimumi i gjenetikës, maksimumi i një personi stërvitur në mënyrë të tillë. Kjo është gjenetikisht superior, është një person gjenetikisht superior. Duhet të sqarojmë mund të ta tregojmë në mënyrë vizive në fotografi se për çfarë individi bëhet fjalë, që ta shpjegojmë vetëm pak. Aspektin estetik si është ndërtuar si pra ti thua 5-6 kg sipër, pra nëse ti e një 70 thua dhe je 70 kg natyralisht duke qenë me 7% body fat, pra 7% niveli dhjamit në organizëm. Është një formull, është një formull. Ma shpjegoj ç'është formulë është një formull. Është gjatësia minus 100. Do të thënë nëse një 170 gjatë, 170 minus 100. 170 minus 100 del 70 kg. Atëherë 70 kg me 5-6% body fat, ti ke arritur maksimumin e gjenetikës tënde, bëhet fjalë për individ me gjenetikë normale. Mund të ketë pak më superior, nëse ti je që lidhet edhe me tipin konstitucionale, për shembull mezomorfët, do dalim mund të shpjegojmë diçka. Po mund të shpjegojmë diçka në lidhje me tipin konstitucional, si ndahen tipat konstitucional. Mezomorfët që konsiderohen tipi i atletit, që kanë një masë më të madhe muskulare, se sa dy tipat e tjerë ektomorf dhe endomorf, kanë tendencë, domethënë gjenetikisht këta konsiderohen dhe personat e predispozuar gjenetikisht për të marrë me një sport till, ndërtojnë një masë muskulare më të madhe. Këta konsiderohen si individ gjenetikisht superior. Bëhet fjalë për këta. Edhe këta nuk mund të arrijnë një masë muskulare përtej këtyre limiteve. Këto janë limitet fiziologjike që vendos njeriu, të cilat nuk kthyen dot në asnjë lloj mënyre. Dhe për të dalluar është pikërisht dhe një metodë për të dalluar se kush është natyral edhe kush jo. Pra kush ka tejkaluar peshën në raport me këtë gjatësia minus 100-ën. Po, gjatësia minus 100-ën është dhe këto do t'i shpjegojmë se ashtu sigurisht do t'i shpjegojmë mallësisht, ka edhe disa parametra të tjerë që e vlerësojnë këtë, por do t'i dhe për më tepër ka një gjë tjetër, ka një gjë tjetër që a mund ta mbash ti këtë body fat për 5 deri në 6% gjithkohës, është një gjë e pamundur, që dalim tek raporti midis estetikës pastaj dhe të shëndetshmes. A është e shëndetshme ti jesh kështu si këto trupat e kopertinave? Unë mendoj që ato të kopertinave që ti thua, ato janë vetëm trupa garash, domethënë është një përqindje body fati që ti realizon për të garuar dhe për të krijuar një imazh, mbas cilit nuk mund të rendësh dot, është një imazh provizor dhe vetë individi nuk mund ta ruajë dot një body fat të tillë sepse shkakton një rënje të nivelit hormonal. Domethënë konsiderohet të themi diku tek 12% aproksimativisht tek meshkujt dhe 16% tek femrat, si ai kufiri që nuk duhet të i kaluar më poshtë. Se kjo është e rëndësishme që po thua. Media çfarë korrelacionin midis estetikës, ajo që paraqitet ata dhe healthit. Çfarë ka shërbyer vazhdimisht media, industria e estetikës, e fitnessit, janë njerëz të cilët janë me pllaka barku të thatë. Gjithashtu shikojmë edhe gratë të cilat janë të thata, duken muskujt e barkut. Sidomos te gratë, kam informacion që shpërndarja e përqindjes dhjamit tyre është në mënyrë tjetër dhe niveli i dhjamit tyre duhet të jetë nivel më të lartë. A mendon se i kërcënon vërtet këto gocat që aspirojnë që të dalin me pllaka barku? Sigurisht patjetër, për atë që thamë, shkaktojnë disturbanca hormonale të rëndësishme dhe ai nivel body fati që ti realizon, ai mund të jetë një objektiv për një garë ose për një kompeticion, po nuk mund të jetë një objektiv permanent, që ti duhet të jesh gjithkohës ashtu. Se të kushtozon vazhdimisht. Dalim tek ajo shprehje që six pack
abs, nuk është healthy gjithkohon. Është një objektiv provizor i përkohshëm dhe pastaj duhet kthehesh në ato shifra normale që dhe 12%, 12% dhe 16% nuk është keq, po ta marrësh në nivelin estetik është goxha mirë. Mua më thua. Domethënë është ai niveli për të patur pak parasysh kur fillojnë abdominalet dhe shfaqen veten e tyre. Okej. Edhe këtu do diskutojmë edhe më gjatë, megjithatë duhet të shkojmë tek elementi tjetër i mirëqenies fizike që është gjumi. E dëgjojmë shpesh dhe praktikisht disa japin më shumë rëndësi, disa më pak. Disa thonë që shumëzoj të gjitha me zero, thonë, sepse nutricioni dhe aktiviteti fizik nuk kanë asnjë vlerë, thonë, nëse s'flet. Shko, kur tham që mirëqenia është një koncept i integruar, pikërisht e kemi pat parasysh, që janë të gjitha të ndërthurura me njëra tjetrën edhe influencojnë të njëra tjetrën. Nutricioni, aktiviteti fizik, gjumi, edhe stresi që ta diskutojmë më vonë, menaxhimi i stresit janë të gjitha komponentë të cilat ndërthuren me njëra tjetrën. Dhe ka gjithsecila rëndësinë e vet, nuk mund të thuash që kjo është më e rëndësishme krahasimisht me këtë. Tek gjumi, nëse mund të flasim pak më shumë, një njerëz që thonë për shembull që babai im ka 50 vjet që flet pesor. Shumë mirë është. Ndërkohë pash babain e tij. Ai mund të jetë, po sigurisht, ai me siguri që duhet të ketë hipertension, me siguri duhet të ketë çarkullime të tjera, Dhe pyetja është sa orë duhet të flem që ta ndajmë njerëz, se thonë sipas American Academy of Sleep Medicine, 7 orë, ata përcaktojnë 7 orë. Minimumi. Të paktën 7 orë, po 7 deri në 9 orë konsiderohet si një shifër e pranueshme, por ka persona që për arsye gjenetike pranojnë edhe një sasi më të vogël gjumi, diku te 6 orë, 6 orë gjysmë të themi. Por ky 7 orë ndoshta lidhet me atë faktin që gjumi duhet që të plotësojë ato ciklet e veta. Ciklet midis fazave REM, që është ajo rapid eye movement, edhe non-REM, non-rapid eye movement. Dhe plotësojë rreth 4 cikle të tilla, të ndjekura në mënyrë ciklike njëri me tjetrin, thuhet që dhe 3-5 për individ të caktuar, po 4 merret si një mesatare, të themi, 4 cikle. Që ajo që cikli zakonisht zgjat midis 1 orë gjysmë dhe 2 orë, i plot, por ajo që ndodh, që është interesante, lexoj një studim, ishte që mund të flesh, patjetër mund të bësh edhe 8 orë gjumë, pra je shtrin orën 12 por cilësia e gjumit. Por sasia apo jo cilësia do të thuash. Cilësia është shumë e dobët dhe cilësia bie një nga të pirit që po diskutonim edhe dje të kafes në masdite. Është kortizoli, pra është kortizoli që ruan këtë ciklin gjum-zgjim, gjum-zgjim. Për këtë arsye kortizoli në mëngjes është më i lartë dhe në darkë është më i ulët. Nëse ti bën të pamundurën për ta mbajtur kortizolin në darkë lart, nëpërmjet përdorimit të alkoolit, kafes e tjerë, atëherë ti do prishësh ciklin e gjumit. Do bësh një gjumë jo cilësor. Të paktën sipas statistikave që thotë edhe smartwatchi që kam unë në dorë, që është një smartwatch i cili merr parasysh po themi të dhënat shkencore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, meqense është prodhim andej, thotë që unë duhet fle deep sleep, pra gjumë të thellë, duhet flet paktën 1 orë gjysmë deri në 2 orë në natë, në totalin e gjumit që bëj, me gjumë total mbi 7 orë, unë kur nuk e realizoj këtë objektiv, domethënë maksimumi është 6 orë gjysmë, dhe maksimumi gjumit të thellë që bëj është mesatarisht, po themi, gjumi im është 40 minuta me më të mirë 1 orë e 10 minuta. Jo thotë në çdo parametër të cilësisë së gjumit tim çaloj. Gjë që besoj se një pjesë e mirë e njerëzve janë në të njëjtat kushte si unë. Pra, nuk marrin dot performancën maksimale të sistemit tyre nervor, të energjisë tyre gjatë ditës për shkak se gjumi është jo cilësor. Si mund ta maksimizojmë pak në sipërfaqe, si mund të rrisim cilësinë? Dalim te higjiena e gjumit pastaj, dalim te higjiena, tek një term që konsiderohet që quhet higjiena e gjumit, krijimin e kushteve të përshtatshme që të bësh një gjumë cilësore, që nisin që tek ajo që tham, mos përdorimi i substancave psikoaktiv të themi në orët e vona të natës, po qoftë edhe ushqimi, ushqimi duhet të jetë i distancuar nga orari i gjumit, në mënyrë që procesi i digjestionit të jetë realizuar në pjesën më të madhe. Pakën 3 orë? Po, të jetë realizuar në pjesën më të madhe të tij. Po ja 2 orë me hatër. Me hatër. Alkooli? Alkool jo, mendoj. Alkool jo, kafe jo, sigurisht, dhe dhoma e gjumit duhet të jetë e përshtatshme, duhet të jetë erët, përdorimi i mjeteve i pajisjeve elektrike duhet jetë
duhet të jetë absent fare, jo I kufizuar, por duhet të jetë mundësisht dhe telefoni mos ta kesh në zonën e gjumit. Është tani kjo është pak e vështirë. Megjithatë ekspozimi në dritë nuk duhet të jetë absolutisht, pra nuk duhet përdorësh dritë telefoni sepse është edhe melatonina, është prodhimi i melatoninës, që është hormoni që përgatit për gjumë të sjellë, I cili është realizohet në kushtet e errësirës. Dhe ata individ të cilët e zhvendosin gjumin e natës ditën, nuk gjumi I ditës nuk është asnjëherë si gjumi I natës, pikërisht për arsye të ritmit cirkadian që ka njeriu gjatë. Sigurisht janë bërë studime dhe u mor dhe Nobel për sa I përket efektit të ritmit cirkadian. Luhatjeve të kortizolit, kur prodhohet melatonina, ka shumë faktorë që ndikojnë në përsaktimin e kohës se kur duhet flesh dhe kur duhet zgjosh. Ritmi cirkadian për të gjithë ju është ritmi I cili supozohet që duhet ndjek njeriu I bazuar në dritën, Po. Në shumë studime raporti ditë-natë, po, pra është dritë e diellit dhe biles ekspozimi. Huberman është një nga neuroshkencëtarët më të famshëm për momentin, është një profesor neuroshkencë I cili ka një kanal shumë të ndjekur tani. E ka temën e tij të jetës, po themi se si ekspozimi ndaj dritës ndikon në të gjithë mënyrën se si funksionon trupi jon. Dhe Huberman thotë që ekspozimi I njeriut në rrezet e para të mëngjesit, pra ora që sa lind dielli dhe për një orë në vijim, sigurisht kur lind dielli është në varësi të periudhës që jetojmë, sepse në dimër lind më vonë në ver, pra përcakton një orën kur lind dielli dhe një orë pasi lind, janë rrezatimet që për të aktivizuar ciklet të brendshme të trurit ton dhe pastaj efektet e tij në nivel metabolik në të gjithë organizmin ton, është një ekspozim që duhet të jetë minimumi 20 minuta në këtë lloj drite, thotë, e cila dritë është ideale që kur lind dhe një orë pasi lind dielli. Pastaj mund dalësh në drekti ta shikosh diellin sy, po që s'ka efekt pozitiv. Si është fillimi dhe fundi. Po, ajo rregullon, pastaj ka një efekt jashtëzakonshëm, thotë, edhe tek mënyra se si do flem në darkë. Dhe edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme ishte temperatura. Temperatura dhe edhe ora domethënë të kesh një orë të caktuar në të cilën ti domethënë ai zakoni, Temperatura që të jemi të qartë është idealja, supozohet se është 16 deri 20 gradë. Është temperatura ideale dhe temperatura e sugjeruar edhe për fëmijët e vegjël foshin që të jenë. Okej, këto për sa I përket gjumit, një tjetër shtyllë e mirëqenies fizike është menaxhimi I stresit, aspekti psiko-emocional. Ta prekim pak. E para njerë nga se shkaktohet e dim, nga fenomenet që ndodhin vazhdimisht rreth nesh. A mund të menaxhohet, a mund të përmirësohet dhe si mund ta masim në trupin tonë nëse jemi të stresuar. Kur flasim për stresin, kemi parasysh gjithmonë kortizolin, Kortizoli dhe ajo që thamë më parë, që të gjitha këto shtylla që përmendëm më sipër, nutricioni, aktiviteti fizik, menaxhimi I gjumit, menaxhimi I stresit janë të lidhura me njëra tjetrën. Kortizoli ndikon edhe në performancën fizike, me qëra fjalë ndikon edhe tek statura, tek shfaqja, rritja e obezitetit e tjera, por të flasim për këtë për cilën po diskutojmë tani. Kortizoli është një hormon I cili prodhohet nga gjendra mbiveshkore, si rezultat I një stimulimi nga hipotalami, prodhohet hormoni kortikotropik released hormone që quhet, I cili jep nxitjen në gjendrën pituitare dhe formimin e hormonit adrenokortikotropik, ACTH, I cili përpasojë në gjendrën adrenale jep prodhimin e adrenalinës dhe kortizolit. Kortizoli duhet të thënë që në vlera normale është mirëbërës, është beneficial. Në kuptimin që ul imunitetin, mban të ruan tensionin e gjakut, glicemin, ndërhyrjen e metabolizmit glicemisë duke ruajtur nivelin e glukozës. Kam përshtypjen do të thojë ngre imunitetin ose kontrollon imunitetin. Imunitetin e rrit imunitetin, po në terma akutë, flasin gjithmonë në terma kur kortizoli është në shifra normale, ndërsa në shifra të rritura kortizoli bën të kundërtën, si shumica e hormoneve që janë një thik me dy presa, në nivelet ndryshme kanë efekte ndryshme. Nivelet të larta kortizoli pastaj jep një shtim të inflamacionit, jep një rritje të glicemisë, një rritje të tensionit, çrregullimet të presionit të gjakut, jep një dobësim të imunitetit. Tani gjithë problemi është që si të shmangim nivelet e larta persistente të kortizolit. Të shmangim arsyet e sëmundjeve të cilat nuk I kemi në dorë.
siç është morbus Cushing dhe morbus Addison, që respektivisht hiperkolesterolemia dhe hiperkortizolemia dhe hipokortizolemia. Të flasim për rastet kur kortizoli rritet nga situata të tjera jashtë patologjive. Një situatë stresi akut, stresi kronik, stresi traumatik. Në stresin akut rritja e kortizolit është një gjë e mirë, sepse e përgatit organizmin kundër rrezikut. Ajo rritja e glisemisë, rritja e tensionit që bëhet fight or flight, akute, që quhet. Po, pikërisht. Pra të luftosh ose të fluturosh. Domethënë organizmi vendoset në kushte mbijetese dhe duhet detyrimisht të rrisë këto parametra në mënyrë që të luftojë rrezikun eminent. Një mekanizëm i trashëguar që nga antikiteti i njeriu për të vrapuar nga luani ose nga riu ose mekanizëm fiziologjik, është mekanizmi i frikës, i reagimit ndaj rrezikut, ndaj kërcënuesit, por kur shndrohet stresi në stres kronik, aty është problemi, që kortizoli qëndron i rritur në vlera të larta dhe në mënyrë permanente, në vlera të larta. E qartë. Nga ana tjetër kortizoli thamë që ka shumë rëndësi edhe në rregullimin e ciklit të gjumit, Kortizoli i lartë në mëngjes ulët në Si mund të ndërhyjmë shumë shpejt për ta menaxhuar, për ta ulur, për ta lënë në nivele të shëndetshme, po themi kortizolin. Atëherë unë thot tjetri ka maj shumë stres olla, se që s'kam si ta heq unë kortizolin, unë kam punën të merr, si ta ul kortizolin. Atëherë futemi në terma të meditimit, në terma të jogës, të meditimit, të autosuggestionit, kur flasim për stresin psikologjik, jo për stresin traumatik, që s'kemi çfarë të bëjmë, stresin traumatik nuk kemi çfarë të bëjmë. Dhe kortizoli, niveli kortizolit në gjak mund të matet në aspektin laboratorik, biokimik, matet nëpërmjet kortizoluris dhe kortizolemisë 24 orëve për të evidentuar nivelin e tij. Nga ana tjetër ka edhe ndërhyrje dietike. Ndalim gjithmonë tek kombinimi i këtyre faktorëve me njëri tjetrin. Dietat e gabuara me karbohidrate të rafinuara, alkool, përdorimi këtyre, veçanërisht shoqërizimi që thamë më sipër, yndyrna të saturuara me karbohidrate përpunuara, mund t'japi ritme, mund t'japi vlera të larta të kortizolit të ruajtura për një kohë të gjatë. Mungesa aktiviteti fizik, gjithashtu. Pra të bërit aktivitet fizik të ngrënit mirë, e ul nivelin e kortizolit dhe të fjeturit mirë. Po, të fjeturit mirë. Të gjitha këto që shkojnë në sintoni me njëra tjetrën, është nuk mund t'i ndash nga njëra tjetra. Kështu që duke vepruar në grup ne arrim të realizojmë një ekuilibër. Pra nuk mund të shmangësh ngjarjet që mund të ndodhin negative në jetë, të cilat mund të kontribojnë për të rritur stresi dhe automatikisht e kortizoli, por mund të përmirësosh mekanizmat e brendshëm të tu që reagimi të jetë më efektiv ndaj inputeve të jashtme. Megjithatë, edhe për këtë do të diskutojmë më gjatë, doja të pyesja sepse kapëm pak shembullin e piramidës ushqimore. Si ka mundësi, më kuriozon, që shohim vazhdimisht njerëz të ndryshëm që shprehin mendime të ndryshme, qofshin ata pseudo-shkencëtar, por qofshin edhe shkencëtar, qofshin individ, por qofshin edhe grupe individësh, të cilët njëri thot vegan, tjetri thot mishngrënës, tjetri thot paleo, tjetri thot fli shumë, tjetri thot havez, tjetri mos havez. Pse ka një diversitet kaq të madh mendimesh në një fushë e cila supozohet se duhet të jetë bazuar mbi studime dhe mbi gjëra faktike. Nuk bijem do dakord që ca gjëra janë të sigurta që janë kështu. Është krejtësisht e sigurt që shumica e studimeve janë të suportuara nga interesa të tjera mbas. Është interesat e industrisë ushqimore, të industrisë farmaceutike, industrisë së fitnessit, në rastin e studimeve të bëra me sportet, me metodat e ndryshme, pikë të çaj do mbasësh 18 kg. Që kjo lidhet me përdorimin e suplementeve për shembull, dhe këto janë, si thua, janë anë të errta, të cilat duhet edhe të kesh lexuar, të kesh studiuar, të kesh njohuri nga ana mjekësore, por dhe të kuptosh se çfarë qëndron brapa tyre. Për shembull, kjo hipoteza në rastin e piramidës ushqimore, të marrim hipoteza e yndyrnave, që u ngrit fillimisht studimet ishin bërë në Lepuj, që leput janë
barngrënës, dhe nuk mundet një barngrënës si ta ushqesh me kolesterol dhe të shohësh pastaj se pse kolesteroli ka efekte negative te këto dhe formon pllaka aterosklerotike. Dhe nga ana tjetër, po çfarë bëni, jepnin lepujve pajvaqe? Yndyrnat saturuara, yndyrnat të verdhveze, eksperimenti është bërë nga një fiziolog rus, një fiziolog rus, Nikolaj Antichko, i cili ka bërë në 1913, mos gaboj, ka bërë këtë studimin tek lepujt dhe e bëri me të verdhveze të dilutuar, të tretur në vaj vegjetal. Dhe ja dha një kafshë e cila ushqehet me bar. Dhe rezultatet e këtij studimi u morën dhe u implementuan pastaj tek njerëzit. Dhe kjo është një nga origjinat e ndërtimit piramidës ushqimore dhe frikës nga yndyrnat e saturuara. Një studim i bërë në kushte të gabuara dhe me rezultate të gabuara jep konkluzione për një ushqim të lashtë. Për një ushqim të lashtë është yndyrna saturuara. E verdha e vezës dhe jo vaj vegjetal. Dhe pikërisht pikërisht atëherë edhe këtu është ajo. Se është si puna fajsohet gjalpi dhe jo buka. Pikërisht. Qartë. Mirë, do kemi mundësi të flasim shumë gjërë se kaq, pra unë nuk kuptoka që ka interes ekonomik gjithmonë. Dhe diçka tjetër, për shembull në rastin e vendosjes piramidës ushqimore, në fillesat e saj kur filloi të kishte një epidemi sëmundjesh kardiovaskulare, të cilat nuk kishin nivelin e sëmundjeve më parë, ju vu faj yndyrnat e saturuara dhe jo duanpirjes. Në atë kohë duanpirja ishte një trend madhor në vitet 60 të themi, njerëzit pinin gjithë duan, madje promovoi edhe nga mjekët. Dhe në qoftë se kanceri pulmonar ishte në shifra pothuajse inekzistente në periudhën para fillimit të përdorimit të duhanit, mbas përdorimit të duhanit filloi të rritej me vlera me shifra galopante. Dhe është në këto vlera që është sot që kanceri pulmonar është në top listën e tumoreve. Okej. Nëse një njeri ka parë podcastin sot, sigurisht do kush mund dalin konkluzionet e tij personale se çfarë duhet bëj, po për t'i dhënë disa këshilla më praktike, do t'i thoje që nga sot nis të ... Atëherë ato që përmendëm më lart, domethënë një sintezë atyre që përmendëm më lart. Së pari rrit aktivitetin fizik, është ajo që thamë që njeriu është e projektuar inxhinierikisht si një qenie për të lëvizur dhe jo për të ndonjë, nuk është një qenie inaktive. Duhet theksuar edhe një gjë që grumullimi i dhjamit abdominal nuk është një gjë e pafajshme, të themi kështu, në terma të tillë. Dhjami abdominal sillet si një ind metabolik, veçanërisht dhjami midis organeve, që çon sinjale inaktiviteti në tru nëpërmjet kemokinave, disa mediatorëve kimik, sinjale inaktiviteti në tru dhe detyron që të bësh akoma dhe më tepër inaktiv. Pra është një plato që duhet të thyer, është pak e vështirë që të thyet, por qoftë se fillon me rritjen e lëvizshmërisë, qoftë edhe ecja është një nga aktivitetet fizike më fantastike, është shumë e vlerësuar, por një ecje me një ritëm të saktuar, me një minutazh të saktuar ke shumë përfitime prej saj. Dhe nga ana tjetër zgjedhja ushqimore, fillo të bësh zgjedhje ushqimore të drejta, të orientohesh drejt ushqimeve pozitive dhe të shmangen ato negative. Se kush janë ushqimet pozitive ne do i përmendim më pas, do i shtjellojmë më gjatë dhe do ta mbylla me dy shprehje, we are what we eat. Dy shprehje që përdoren në nutricion dhe let the food be your medicine. Pra jemi çfarë ham dhe lër ushqimin të jetë ilaçi jot. Jemi çfarë ham apo ham çfarë jemi? Pyetje filozofike. Ju falenderojmë shumë falenderojmë shumë Altin, shumë faleminderit për informacionin. Faleminderit gjithëve, mos harroni, ky është vetëm puntata e parë, po e theksojmë dhe ritheksojmë, do të kemi mundësi që të thellohemi në gjëra më praktike. Sigurisht ju ftojmë të gjithëve që të na ndiqni në rrjetet sociale, na gjeni lehtësisht përveç kanalit në YouTube, i cili është Active by Flex, sigurisht mund na gjeni në Instagram, Facebook dhe TikTok, dhe mos harroni, ne do të kemi edhe një rubrikë të caktuar ku mund të pyesni doktorin për, sigurisht mund të pyesni o doktor, jam pa qef çfarë të bëj. Flisni me raste konkrete, si të maksimizojmë hipertrofin, si çfarë lloj diete të ndjekësh, domethënë gjëra të ndryshme nutricionale, shumë faktorë. Gjëra praktike, por mos u mjaftoni vetëm në aq, doktori është parashikues
i jashtëzakonshëm edhe i ndeshjeve. Kështu që nëse doni Inter, po isha kishte pjesë shtesë. Na pyesin për çfarë doni, na gjeni dhe ju lutem për këtë informacion që besoj se ka vlerë për të gjithë. Mjafton që të bëni një subscribe në kanalet tona, çdo gjë është free dhe besoj se do rezultojë që çdo gjë të përmirësohet. Faleminderit edhe aktorit të tretë që përmendëm në fillim, Flexit, i cili ndan të njëjtin vizion me ne dhe përpiqet vazhdimisht për të mirën e të gjithëve. Ne do të takojmë sërish puntatën e radhës. Deri atëherë bëfshi qejf dhe mos harroni, nga një çikecie, nga një çik ushqim të mirë dhe çdo gjë rregullohet.